Koha për upsin prapë me këta të Shqipënisë të ndëruar shkues që vazhdojnë të mos na njohin. Kanë shkuar dhe kanë blerë një flamur të Bosnjës për ta prezantuar si të Kosovës në atë që ka qenë një shfaqje e patriotizmit në protestën e sindikatës së punëtorëve të Cimentos kundër tarifës 35% që ka vënë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e Kosovës ndaj Cimentos që vjen nga Shqipëria. Për më tepër, prezantuesi i lajmeve në Albanian Screen alarmon gjithashtu për numrin e atyre që mund të mbesin pa punë për shkak të këtij vendimi. Pra, e jep 100.000, para mendojeni, njerëz që punojnë me Cimento në Shqipëri, kur në fakt është 1.000. E përderisa e vaj që ka organizuar protestën nuk e ka fort idenë se si i renditën emri e mbiemrat ministrës son të Tregtisë, duket se spaku në këtë kartën e patriotizmit fiton Mimoza. Bashkimi i Kombit, me heqjen e referencave, bëhet 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 Bashkimi i Kombit. Rreth 100.000 punëtorë të industrisë së Cimentos janë të kërcënuar të humbasin vendet e punës dhe humbjen e vendeve të punës për rreth 1.000 punëtorë. Rreth 100.000 punëtorë të industrisë së Cimentos janë të kërcënuar të humbasin vendet e punës dhe humbjen e vendeve të punës për rreth 1.000 punëtorë. Pranë Mimozës Lila Kusari, me heqjen e referencave, bëhet Bashkimi i Kombit.